njerëz të varfër ka vazhdimisht. Dhe nevoja e njerëzve për me marrë ndihmë nga njerëz të pasurit është vazhdimisht. Dhe ka derse të shumta që kemi folë për vlerën e sadakas. Sadakaja e cila ipët në emër të Allahut, e cila e largon hidhrimin e Zotit. Sadakaja e cila e shuan hidhrimin e Allahut. Sadakaja e cila i shlyen gjunahet. Sadakaja e cila e shton rizkun. Sadakaja e cila të afron afër Allahut. Sadakaja në emër të Zotit është sebeb për me hinë xhennet. Inna sadaka tutfiu ghadabullah. Sadakaja e largon hidhrimin e Allahut. Sadakaja të bëhet shkak për më të shtu ty rizku. Sadakaja të bëhet shkak për më të ruajt Allahun nga fatkeqësit. Sadakaja është që të pranohen dhe çtohet bereqeti, dhe sadakaja është prej sebepeve për me hinë xhennet. Tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga Hudhaifja radiallahu anhu, i cili ka thënë kush jep sadaka duke pasur për qëllim vetëm një qëllim, jo me kënaq njeriu, por me kënaq Allahun subhanahu wa taala, Allah i vulos ata në zemrat e tyre dhe ata do të hyjnë, do të jenë nga pjesëtarët e xhennetit. Edhe këtë hadith që tregon pejgamberi, që transmeton Hudhaifja radiallahu anhu, tregon për vlerën e veçantë të sadakas. Por hoxh, unë s'kam parë. Po ti s'ki para, më mësoj ajetul kursi, mësija xhennetit me ajetul kursi. Mësija xhennetit duke përmend Zotin me thon la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mësija xhennetit duke thon, duke lexuar suratul Mulk. Mësija xhennetit ti që ki pare, jep sadaka, se ai ka nevojë për sadakan tënde. E prandaj me sadaka, prej sebepeve për me hinë xhennet, është dhënia e sadakas në emër të Allahut. Kur dikush jep që nuk beson xhennet, nuk beson ahiret, dhe i thot vetit human dhe jep me shifra të mëdhaja, atëherë ti jep me atë që ke mundësi që ta largosh hidhrimin e Zotit dhe t'i afrohesh Allahut dhe mëshirës Allahut subhanahu wa taala. Prandaj njerëz që kanë nevojë për sadakan tënde që ke bereqet dhe pasuri, atëherë fitoje xhennetin nëpërmjet këtij kontributi duke i dhënë për hir të madhërisë Allahut subhanahu wa taala.